Po si qëlloj që pikërisht ditën që ata më kthyen përgjigje mua, në datën 1 korrik, më ktheu përgjigje gjykata pikërisht për Alpetrolin dhe për Adriatic Ladhën, të nesërmen vajtën arrestuan ata në Fier. Një ditë vetëm e rëti qunë. Si qëllojnë që 2 njerëz që uni ka kalzuar në prokurorinë e Tiranës, njëri shkon në SPAK se atje ka vendin, Belinda Balluku, dhe ai tjetri vjen në prokurorinë e Tiranës se atje ka vendin. Qështoni ju, rastësisht? Jo, nuk është rastësisht. Atere, rastësisht është që nga dora ime janë denoncuar dhe janë kalzuar Petrit Fusha, ish krye prokurori Tiranës, i preashtuar dhe i ka bërë dhe gjykim, pavarësisht se ata kanë marrë në mbrojtje se i ka korruptuar prap nga para. Elisabeta Imeraj, ish krye prokurore Tiranës, Drita Areshka, ish krye prokurori Tiranës. E kupton ti?